Shkarkimi të paktën 3 anëtarëve të stafit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare nga presidenti Donald Trump mendohet të ketë ardhur për shkak të ndikimit të Laura Loomer, një aktiviste dhe mbështetëse e teorive të konspiracionit nga e djathta ekstreme. Ajo kishte shoqëruar Trump gjatë disa fazave të fushatës së tij zgjedhore, edhe pse nuk ka ndonjë rol në administratën e Trump, të paktën për momentin. Loomer ka thënë se këta anëtar janë të pabesë dhe ka njoftuar presidentin për ta. Loomer vetë ka sqaruar pas një takimi privat me Trump se nuk do të ndante detajet të takimit me të për respekt ndaj tij dhe për të mbrojtur privatësinë institucionale të zyrës ovale. Ajo tha se ishte ndër ata që takoi presidentin dhe i paraqiti përfundimet e saj, duke shtuar se do të vazhdojë të mbështesë programin e tij dhe të theksojë rëndësinë e një kontrolli të fortë për mbrojtjen e presidentit dhe sigurisë kombëtare. Ajo tha se i kishte dorëzuar presidentit një dosje me prova për akuzat e saj. Loomer është një influencuese e njohur, e lindur në vitin 1993 dhe me flokë të ngjyrës vjollc, ajo krijoi dhe regjistroi termin Loomered, që përdoret për të përshkruar mënyrën e saj për të befasuar njerëzit me pyetje të papritura dhe shpesh të turpshme. Në rrjetet sociale ajo ka promovuar teoritë e konspiracionit për sulmet e 11 shtatorit, duke i quajtur ato komplot të brendshëm. Ajo ka bërë famë edhe me hashtagun Proud Islamofob, përgjithsisht do të thotë se është krenare për islamofobinë, dhe me batutat raciste kundër Kamala Harris, kandidates demokrate për presidente të origjinës indiane. Ajo tha se nëse Harris do të fitonte, shtëpia e bardhë do kishte erë curry. Shtypi amerikan kujton se në vitin 2017 ajo ndaloi një shfaqje të Julius Caesar në Central Park në New York, sepse aktori që e luante perandorin ngjante me Trumpin. Ajo shpalli: "Kjo është dhunë ndaj Donald Trump, ndaloni normalizimin e dhunës politike ndaj të djathtës." Disa aleatë të Trump e kanë quajtur të tepruar sjelljen e saj. Ajo ka dështuar të hyjë në Kongres, e ka provuar 2 herë, por është e para në Mar-a-Lago, rezidencën private të Trump, të paktën në 9 raste që nga viti 2021. Pavarësisht këshillave për ta mbajtur larg, Trump e ka çuar edhe në fushatën e tij zgjedhore, fillimisht në Philadelphia dhe më pas në New York dhe Shanksville. Ai thotë se e pëlqen sepse është një shpirt i lirë, raporton Reuters. Sipas disa burimeve, Loomer ka marrë pjesë në një fushatë brenda partisë për të diskredituar disa anëtar të stafit të Shtëpisë së Bardhë, duke publikuar informacione të vjetra për jetën private dhe profesionale të punonjësve për t'i paraqitur ata si të pabesë ose të papërshtatshëm për të qenë pjesë e administratës. Njëri nga këta është David Faith, një drejtues i lartë që merret me sigurinë teknologjike. Dallohet se këta funksionar janë parë si shumë të prirur për të angazhuar trupat amerikane nëpër botë, duke kundërshtuar politikën Amerika e para që Trump ka mbrojtur.